Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdëlimtar i madh. Betohen në kohë. Shkon në ajetin tjetër për vazhdimin e tefsirit. Me të vërtetë, njeriu është në humbje. Betohen për kohën. Njeriu është në humbje. Allahu i lartësuar betohet në kohën, e cila përbëhet nga netët dhe ditët, nëpër të cilat kalon jeta e njeriut. Përgjatë kohës, robërit kryejnë veprat e tyre, për të cilat do të merren në përgjegjësi. Kësaj, ky është betim shumë i rëndësishëm. Allahu i lartësuar bën këtë betim për të përforcuar faktin se njeriu është në një humbje të sigurt. Humbja është e kundërta e suksesit. Ajo është gjithashtu e niveleve të ndryshme. Robi mund të jetë në humbje të plotë, nëse ka humbur dynjan dhe ahiretin, nëse humb shpërblimin e Allahut të lartësuar dhe meriton të shkimin e zjarrit në xhenemit. Por robi mund të jetë edhe në humbje të pjeshme, që prek vetëm disa aspekte, në varësi të veprave dhe përkushtimit të tij. Prandaj Allahu i lartësuar është betuar se asnjëri nuk shpëton nga humbja, përveç atyre që kanë katër cilësi. Përveç atyre që besojnë dhe punojnë veprat e mira, dhe të cilët rekomandojnë njëri tjetrit të vërtetën fen islame, dhe të cilët i rekomandojnë njëri tjetrit durimin në zbatimin e urdhërave të Perëndisë. Përveç atyre që besojnë dhe bëjnë veprat e mira, këshillojnë njëri tjetrin për të pasuar të vërtetën dhe këshillojnë njëri tjetrin për durim. Së pari, ata kanë besimin, domethënë besojnë gjithçka që Allahu i lartësuar ka urdhëruar të besohet. Por besimi duhet të jetë ndërtuar mbi dije të saktë dhe të sigurt të shpallur nga Zoti. Së dyti, ata bëjnë veprat e mira, të cilat duhet sipas atij imani që u tha më parë, të mbështetur në dije. Këto futen të gjitha veprat e mira, të dukshme dhe të fshehta, ato që kanë lidhje me të drejtën e Zotit dhe ato që kanë lidhje me të drejtën e krijesave, veprat e mira të detyrueshme dhe ato që janë të pëlqyeshme. Së treti, ata këshillojnë njëri tjetrin për t'u përmbajtur së vërtetës. Por cila është kjo e vërtetë? Ajo është besimi i bazuar mbi dije të saktë dhe veprat e mira sipas atij besimi me sinqeritet për Zotin. Së katërti, ata këshillojnë njëri tjetrin për të qenë të durueshëm në bindje ndaj Zotit, duke kryer porositë e tij, të durueshëm ndaj gjinave, duke mos i ofruar atyre, dhe të durueshëm ndaj përcaktimeve të dëmshme të Allahut të madhëruar mbi ta. Me dy cilësitë e para, njeriu rregullon dhe plotson veten e vet, ndërsa me dy të fundit, ai rregullon dhe plotson të tjerët. Me plotësimin e këtyre katër cilësive, mund të thuhet se njeriu nuk ka për të humbur, por ka për të arritur fitoren e madhe.